Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, nuk ka ditë që Allahu e dën punën e mirë ma shumë se në këto 10 ditë. Domethënë Allahu e dën gjithë punën e mirë. Sa njeriu bën punë mirë, Allahu e dën. Mirë, por në këto 10 ditë Allahu e dën dhe e vlerëson dhe e shpërblen punën e mirë shumë më tepër se në ditë e tjera të rëndomta. Madje në diskutim mes dietarëve gjejmë se ata kanë diskutuar edhe rreth vlefshmërisë së këtyre ditëve dhe 10 netëve të fundit të Ramazanit. Dhe këto 10 ditë janë madje më të vlefshme se 10 ditë e fundit të Ramazanit. Atë që janë me vlerë. Atë që janë me vlerë. Prandaj duhet mi kushtuar mendje. Fakti se nuk ka për shembull diçka të obliguar shtesë, sikurse në Ramazan që është agjerimi e pastaj kontravit, është një ambient pak më i përshtatshëm për adhurim në Ramazan. Në këto 10 ditë njerëzit kalojnë normale ditën, por nuk duhet me kalu kështu. Duhet me qenë të përkushtuar në mënyrë të veçantë në shfrytëzimin e çdo momenti të këtyre ditëve në punë të mira. Punë të mira ka shumë, duke filluar nga pendimi, përmirësimi i gjendjes me Allahun xhallahu ala, me zvete, pastaj tek obligime sikurse namazi, minet gati namazit, shumë më tepër dhe më mirë se në çdo ditë tjetër. Pastaj kemi edhe shumë punë mira tjera që nuk arrin në nivel të obligueshmërisë, por megjithatë janë punë mira. Sikurse agjerimi, kush ka mundësi me agjeru këto ditë është mirë. 1 ditë, 2 ditë, 3, 4, sot ka mundësi me agjeru, të ndërmjet është e preferuar. Madje më e preferuara dhe që muslimani nuk bën me lëshu për gjithçka. Nëse ka arsye caktuar po mirë është me qenë i kujdesshëm që ditën e Arafatit, që përkon me kon ditë e ajte, me agjeru atë ditë. Ditën e ajte me agjeru. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend shpëlime të mëdha për atë që agjeron ditën e Arafatit. Haxhilirët janë në Arafat në ditën më të mirë, në vendin më të mirë. Ata nuk agjerojnë, për shkak se ata kanë tjera obligime. Po ne që jemi këtu, është e preferuar që të agjerohet ajo ditë. Atë kush nuk ka mundësi me agjeru asnjë ditë nga këto 10 ditë, për arsyet e tij, së paku mos të lënë ditën e 9 të këtij muaji, ditën e ajte, pa e agjeruar për shkak se është ditë e vlefshme, madje është dita më e mirë e vitit. Dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit. Ne besimtarë me qenë kujdesshëm në këto sezona që kalojnë, se Allahu te barek o tal na mundson e na lehtëson që ne përmes këtyre ditëve, përmes këtyre sezonave, përmes këtyre mundësive të fitojmë shumë, të pasurohemi në aspektin e shpërblimeve dhe punëve të mira.